Drejt, unë jëmë konë në qëto momente, Eduardi u konë njënik, tu e këshyrë live. Jëmë konë me familjarët e mi tu e këshyrë emisionin live. Edhe kur ka ra nominimi prej Leos që e ka nominu Gjestin edhe Drilionin, unë e qyshëm konë mas mirë ti dhe më thonë në teshat shpis të najtë, veç që më bo gati edhe direkt për Prishtinë se unë i kum kalzu edhe vllavi Drilionit, unë kum pas dyshime se Gjesti e fiton këtë sen. Se Gjesti o konë shumë i fort. Ndrysh është që e kam shok Drilionin që besoj që fiton, po as Gjesti nuk janë shojke udhen, edhe në rrugën që është më tonë nuk janë shojke edhe shumë. Se unë u to që se mos për del Drilioni, se Gjesti u konë non-stop në qendrët vëmendjes me Gjestet e tina që bëjke, me dinamikat që ka pas, me gjdo debat, me si cilin aty mramën. Edhe unë e kom besu se Gjesti e qëtë në njërë Drilionin njështë, edhe për që ata unë e kom ardhë me njëherë.